Nuk ju ndalen festat e ahengjet, edhe një i shumë përfolur në shtëpinë e Shyrete Behlulit. Këngëtarja e mirënjohur e muzikës popullore shqiptare, Shyrete Behluli, feston sot ditëlindjen e saj të 64-të, duke shënuar edhe një tjetër vit të suksesshëm në jetën personale dhe artistike. Me një karrierë të gjatë dhe të pasur në skenën muzikore, ajo vazhdon të mbetet një nga figurat më të dashura për publikun, e vlerësuar për zërin karakteristik, këngët që kanë lënë gjurmë ndër breza dhe për kushtimin e saj të vazhdueshëm ndaj artit. Këtë ditë të veçantë, Shyrete Behluli ka zgjedhur ta kalojë larg zhurmës së skenës, në një atmosferë të ngrohtë familjare, e rrethuar nga njerëzit më të dashur të saj. Pranë saj janë fëmijët, nipërit dhe mbesat, të cilët i japin kësaj feste një domethënie edhe më të veçantë dhe emocionale. Momentet të tilla familjare janë një dëshmi e rëndësisë që ajo i kushton familjes, pavarësisht angazhimeve të shumta profesionale. Për vite me radhë, Shyrete Behluli ka qenë jo vetëm një emër i suksesshëm në muzikë, por edhe një shembull i përkushtimit, thjeshtësisë dhe dashurisë për publikun. Ditëlindja e saj është pritur me urime të shumta nga fansa, kolegë dhe miq, të cilët i urojnë shëndet, jetë të gjatë dhe suksese të reja, duke shpresuar ta shohin edhe për shumë vite të tjera aktive në skenën muzikore shqiptare. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.